Kapet dhe vjet në pranga ish drejtori i EPV Durrës, si dhe ekzekutohet masa e sigurisë dhe për doktoreshën e Burgut të Durrësit. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në bashkëpunim me sesionin për mbështetjen operacionale në drejtorinë vendore të policisë Durrës bën të mundur lokalizimin dhe kapjen e shtetasit Indrit Cerloj, 48 vjeç, ish drejtor i Burgut të Durrësit. Për këtë shtetas, gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, me vendim numër 19 fraksion 1, datë 15 janar, ka caktuar masën e sigurisë, arrest në burg për veprën penale shpërdorimit të detyrës. Gjithashtu, me të njëjtin vendim, kjo gjykatë ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi për shtetasen Ylfete Sema, 66 vjeç, banuese në Durrës, me profesion doktoresh në EPV Durrës, për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Materialet do t'i kalojnë prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.